Një stuhi breshëri e cila zgjati 20 minuta bëri që puna e një viti e 400 fermerëve të 3 fshatrave Gjerbës, Selit dhe Kapaj në Mallakastër të shkojë dëm. Një ditë më pas banorët e dëmtuar tregojnë pasojat e mëdha të dëmeve. Për 20 minuta u shkatruan të gjitha kulturat, thon fermerët, teksa theksojnë se kryesisht janë dëmtuar vreshtat dhe ullishtet. Në shumë prej parcelave me ullishte dhe vreshtari në këtë periudhë, kur ndodhen në fazën e zhvillimit më të ndjeshëm, breshëri ka dëmtuar në mënyrë të parikuperueshme. Në ullinj, në vreshta, në grur, në misër, pa leri bostanlëngjet se nuk i duam ato. Po në këto, se me këto i kemi shpresat edhe ushqeni. Këtu i kishim sy te ulliri, te rrushi. Janë dëmtuar jashtë 80-90%. Pra, me sa duket prodhimi si vjetëm është... Po, është shumë i dëmtuar, jo, nuk ka prodhim që të marim, jo. Në ora 12:02 kaloi një stuhi breshëri dhe ka bërë dëm, shumë të madh, duke shikojtur edhe vreshtin, janë 2 lymë vresh këtu, shikoj rrushin në bërdhe, edhe ka përfshirë 3 copë fshatrash. Mbas të dhëna që kam Selit, Kapaj, Gjerbës. Po, jo vetëm vreshti, po, misër, grur, ullinj. Me është dëmtuar 400 rënjë ullinj. 130 rënjash vetëm kjo parcel këtu, 5 lymë. Kam edhe 5 lymë vesht pak më këtu. Edhe ai ka dëmtime të 80-90%. Edhe këto janë, pastaj jo perime, jo gjëra të tjera janë të dëmtuara. Mbi 50% ka dëmtuar këtu te ne. Nuk e di në vende të tjera. Në këto kushte fermerët kërkojnë një zëri ndihmë nga shteti për të përballuar dëmet e kësaj fatkeqësie natyrore dhe pse deri më sot nuk janë dëm shpërblyer asnjëherë. Po të ketë ndihmë nga bashkia, nga shteti, sikur pak ndihmë t'japin sipas parcelave që kanë njerëzit. Unë si person mund të bëj 3 kujtale raki. Tashi unë nuk bëj dot 1 kujtal. Lere prodhimet e tjera, qep, patate, bostanore, këto pak që kemi. Po na kompensuan, po na ndihmuan. Po faleminderit shtetit, na ndihmuan prapë ne ç'a do bëj. Stuhia e breshërit nuk kurseu asnjë kulturë të mbjellë, përfshirë qep, patate, misër, grur, duke u shkaktuar fermerëve humbje të mëdha financiare. Vijon operacioni policor i koduar koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Gjenden dhe asgjësohen përgjatë kanaleve kulluese në fshatin Povelç, 1 bim narkotike kanabis. Sekuestrohen 1 armë zjarri pistolet, 2 krëra dhe 14 fishek luftarak. Kapet në flagrancë duke u kujdesur për bimët narkotike dhe vihet në pranga autori i dyshuar. Procedohet penalisht babai i autorit i dyshuar i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe jetimeve të kryera me metode proaktive në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, goditën një tjetër rast të kultivim të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur Fushat e fshatit Povelç, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier gjetën të kultivuara 1 bim të dyshuara narkotike kanabis. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë, u kap në flagrancë duke kujdesur për bimët narkotike shtetasi EG, 48 vjeç, banues në Pojan, i cili u arrestua për vepra penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve dhe municionit luftarak. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht dhe babai i shtetasit EG. Shtetasi EG, 77 vjeç, i dyshuar i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Gjatë kontrollit të banesës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 1 armë zjarri pistolet, 2 krëra dhe 14 fishek luftarak. Bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegjes. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si edhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasëve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Ditën e sotme në gjykatën kushtetuese u zhvillua seanca për ligjin për zonat e mbrojtura, i cili sipas opozitës është një ligj antikushtetues. Teksa lajmëroi pjesëmarrjen e saj në këtë seancë, deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, thotë se kjo është një betejë për mbrojtjen e pasurisë kombëtare me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen si trashëgimi të fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm. Është një betejë për mbrojtjen e pasurisë kombëtare me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen si trashëgimi të fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm.
Atje ku është një lagun, një liçen për gjithë qytetarët, me vlera unike për shëndetin dhe natyrën, nuk mund të kthehet në oborrin privat të vilave të oligarkëve që betonizojnë dhe shkatrojnë çdo trashëgimi natyrore kombëtare, shprehet Zhupa. Në fakt, ligji i zonave të mbrojtura me këto ndryshime që kanë bërë majoranca në mënyrë të njëanshme dhe të pakonsultuar, është tashmë ligji i zonave të pambrojtura, zonave normale për të ndërtuar, zonave normale për të pasur investime strategjike në funksion të klientëve dhe të oligarkëve të pushtetit. Tashmë Edi Rama e ka shpallur, është një luftë e hapur ndaj çdo pasurie kombëtare dhe pasurie publike për ta kthyer atë në pasuri private të një grupi klientësh dhe oligarkësh që i shërbejnë atij për të pasuruar vetë, por edhe për funksione të tjera siç është blerja e zgjedhjeve. Prova gjenerale me zonat e mbrojtura u bë me parkun e Butrintit, filloi atje kafshimi i parë dhe ideja për të ndërtuar në një zonë të mbrojtur dhe më pas kur e arritën që ta merrnin këtë me sukses edhe fal gjykatës kushtetuese, kaluan tek ligji i zonave të mbrojtura për të garantuar që në Shqipëri nuk do të ketë më asnjë zonë e cila nuk ndërtohet, asnjë zonë e cila mbrohet dhe asnjë zonë e cila trashëgohet e tillë e palëkundur dhe e pandryshuar për brezat e ardhshëm. Kryeministri e bëri gjithë propagandën e tij edhe elektorale, por edhe vetë majoranca, duke thënë që do të afrohemi drejt standardeve të Bashkimit Evropian, do të jemi shpejt antar i Bashkimit Evropian, por ky ligj bën të kundërtën, është një ligj që nuk na përafron me Bashkimin Evropian, por na përlargon, shkel marrëveshjen e stabilizim asocimit në 108 të saj, por shkel dhe atë që janë standardet e Bashkimit Evropian, që tentojnë të bëjnë sa më shumë politika që i ruajnë zonat e mbrojtura dhe mjedisin, ndërkohë ne bëjmë të kundërtën, bëjmë politika që t'i shkatrojmë zonat e mbrojtura, t'i japim zonat e mbrojtura tek oligarkët për të ndërtuar resorte vila. Në Shqipëri ka më shumë rëndësi vila e një oligarku sesa një park kombëtar, sesa një liçencë, sesa një lagun, të cilat janë në funksion të mirës publike dhe të trashëgimisë kombëtare. Prej kohësh, Irani ishte përpjekur të pengonte SHBA-n që të bashkohej me fushatën e bombardimeve të Izraelit me kërcënime të ashpra për akmarrje. Pas bombardimeve të centraleve bërthamore nga SHBA-ja në orët e para të së dielës, Irani ka kërcënuar se do të përgjigjet përmes sulmeve, por opsionet e tij janë më të kufizuara edhe pas sulmeve të Izraelit. Zyrtarët iranian ka thënë konkretisht se anijet të bazat ushtarake amerikane do të jenë në shenjestër. Këto sulme janë përqendruar në lëshuesit e raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Irani ende ka një arsenal të frikshëm raketash dhe dronesh me rreze të shkurtër veprimi. SHBA-t kanë marrë masa paraprake gjatë disa javëve të fundit, duke shpërndar praninë e tyre detare në rajon dhe duke forcuar mbrojtjen ajrore, për të siguruar që të paraqesin një objektiv sa më të vështirë të jetë mundur. Për më tepër, Trump paralajmëroi për përfshirje më të gjerë të SHBA-s në luftën e Izraelit, nëse Irani përpiqet të kundërsulmojë. Dhe ditët e fundit sugjeroi se një nga objektivat e bombarduesve amerikan do të ishte udhëheqësi suprem, Ayatollah Ali Khamenei. Arma tjetër kryesore e Iranit, e ndërtuar gjatë dekadave, është rrjeti i tij aleancave me milicit rajonale, i quajtur boshti i rezistencës, por edhe ai është dobësuar. Arsenali i gjëri raketave të Hezbollahut u shkatrua nga forcat ajrore izraelite vitin e kaluar. Avionet izraelit janë rikthyer për të mbajtur nën kontroll forcën shite libaneze, duke bombarduar një rezervë të dyshuar raketash në jug të Beirutit në prill. Irani ka paralajmëruar se në fokus të sulmeve mund të jenë objektet amerikan në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara kanë objekte ushtarake në të paktën 19 vende në të gjithë lindjen e mesme, 8 prej të cilave janë të përhershme. Irani ka gjithashtu mundësinë e sulmit ndaj anijeve, me mundësinë përfundimtare të përdorimit të minave, fuindosjes së anijeve ose lëshimit të kërcënimeve për të mbyllur ngushticën e Hormuzit, një portë e ngushtë për në gjirin persik, vetëm 55 kilometër e gjerë në disa vende, përmes të cilës kalon çdo ditë mbi 1/5 e furnizimit botror me naftë, 20 milion fuqi dhe pjesa më e madhe e gazit të lëngshëm.